Mirëmëngjes, mirë se erdhët sot në Rezediellin në kulmin e javës, është ditë e mërkurë, do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme dhe shumë të domosdoshme për të shpërndarë informacionin të gjithë ju. Truri ynë ka nevojë për shumë energji, sepse konsumon shumë energji, ka nevojë për minerale, për vitamina, për lëndë ushqyese. Andaj, kur këto lëndë mungojnë, qoftë edhe në mënyrë kronike, në trupin ton shfaqen shenjat të tilla si mungesë energjie, mjegull e trurit, ankth, deri në depresion. Pra, cilat janë ato simptomat dhe nutrientët të cilët mungojnë për të shfaqur pikërisht ankthin apo depresionin, duke parë sot në nivelin biologjik, në mungesat biologjike të trupit. Këto lëndë ushqyese edhe njëherë duhet të testohen, do t'i shpjegojmë se cilat janë ato, minerale, vitamina të cilat i mungojnë trupit dhe shfaqin probleme të tjera më pas fiziologjike dhe biologjike. Në ndiqni do t'jemi me Altin Jokën për të mësuar diçka më shumë se çfarë fshihet përtej ankthit përveç se një problemi psikologjik. Unë e shpjegova pak në mënyrë të thatë, por do ta zgjerojmë pak më tepër këtë temë pak më vonë. Ndërkohë, shkojmë tani në kuzhinë, në hapësira të gatuar me Albanën. Te nga kuzhina nuk e di fare se çfarë bëhet. Çfarë do gatuash, si e ke menduar ditën, tryezën. Atë është mërzitur ty kjo pjesa kështu? Mua këto jo nuk se të mërziten. Për ditë, duke gatuar 3 receta, dhe ca në shtëpi, ca këtu. Dëgjoj, një njeri që krijon, nuk mund të mërzitet kur. Kur ti ke pasion, profesion, nuk të mërzitet kur. Dhe mbi të gjitha, kur sheh një prezencë bukur, Më kam qepoj se marrin një nga rinja jotëve, këtë nuk e kupton ti, unë dua të punoj deri te 10 vjeç. Komplimente. Kjo ishte komplimente. Çfarë gatuajmë sot? Çfarë ke vënë aty? Sot kemi një pispili me perime. Pra kam qumshtin, e thash nga perime shkova te bylmeti, kam qumësht vezë djath. Pra bylmeti. Kam qepte njoma, gjë që i parapri kohës edhe presh. Janë prerë imët që të jenë të gjitha njësoj, sikur se unë bëj një zbutje të mirë me krip dhe pak piper. Nuk është zbutja, sepse nëse ne kemi qep, nuk bëhet zbutja me krip, po zbutja bëhet në pak sheqer, sepse qepa gjithmonë duhet të karamelizuar që të ketë atë shijen e duhur. Asnjëherë nuk do të shtojnë tek mishi kripën. Kripa e forcon. Pra është një problematik në kaurdisje derisa ajo të marrë gjysmën e zjerjes, atëherë ne shtojmë kripën. Këto janë rregulla jo se i do Albana, po janë rregullat e gatimit që ne të kemi gjithmonë shije. Preshi qepa, pakës fare ujë, e mirave është ujë asnjëherë nuk duhet të jetë i ftohtë. Uji duhet të jetë gjithmonë i vakët në të nxehtë. Pse? Sepse ndalon procesin të kaurdisjes, të zjerjes. Zbutja me ujë vaj është zbutja më e mirë. Pra e lë dhe kam atë shprehje time që them gjithmonë, duhet derisa unë të shikoj që në tigan të jetë ajo të duket ajo zjerja me ujë shumë të pakët. Pra, nëse ju shtoni te gatimi ujin pak nga pak, është gjëja më e mirë. E lë sepse nuk dua ta trazoj dhe të prish formën e perimes që unë kam prerë. Lë tiganin, lë kapakun, jo plotësisht të vendosur, po pakës fare, kur thonë lëre pak dritaren hapur. Kam spinaqin. Tek spinaqi kam lënë edhe kërcejt. Në të vetme një gjë që mbaj mend një koment që ka bërë zonja që spinaçi nuk shtohet në gatim sepse humb vitaminat, vlerat. Normalisht spinaçi gjithmonë do gatuhet. Në rastin e tillë, sepse ka gatime të veçanta, në rastin e tillë spinaçi shtohet në fund fare, sepse duhet të jetë ai gatim spinaçi jo i gatuar mirë. Por do të gatuhet mirë sepse unë kam vendosur furën e parangrohur tek 220 e kam. Ja shkoj pak më hapa të leta dhe e çoj tek 200. Okej. Ne duhet ta ngrojmë paraprakisht më tepër se ç'duhet.
pres edhe pjesët e tjera të spinaqit. Ky është spinaq i vogël baby. Dhe e largojnë në këtë krah. Shtoj pjesën e mbushjes. vezët. Vezët patjetër mua më duhen cilësore. Më thot zonja që kam, që bashkëpunoj, më thot, Albana, tha, më falë, tha, tek vezët o Vital, tha, unë i kam baruar, tha, të gjitha të kuqet. Ato të bardhat, po bashkë po janë, i thash, bardhat, kuqet, njësoj janë, mjafton ndjenë o Vital të mbaroj ma veti. Sepse o Vital, kujdeset që ne të marim jo vetëm vezën për të gatuar, por vezën për shëndetin tonë. Se mendova se do ishte përsëri me dy të kuqe. Atë pashë dhe unë. Kur flasim për vezët, marim një protein të plot për energjin, për muskujt tanë, ndaj në çdo vakt dhe sipas asaj që duhet ekzistoj në menun tonë ditore, duhet patjetër të ketë vend proteina. Po pse vezët, o Vital? Sepse janë të pasura me vitamin B12, me vitaminën D, kanë kolinën që është shumë e domosdoshme për shëndetin e trurit, dhe mbi të gjitha janë vezë të cilat janë të kontrolluara dhe rriten në natyrë. Shpendët, pulat, dalin, rriten në natyrë. Sigurisht me një kujdes të veçantë për të sjellë një produkt të tillë, të cilët duhet i besojmë dhe duhet ta konsumojmë, sepse është e shëndetshme, mjaftueshëm për gjithë familjen. Vezë, vaj, krip. 2 vezë shtuam ne, 2 vezë Masën e Vital. qumshtit, 2 gota. Nuk ka nevojë që të jetë qumësht i vakët, i ftohtë, s'ka problem fare. Do të shtoj plurin pjekës. Masën e kripës dhe pak piper. E lë. Shtoj masën e spinaqit. Do thoni ju përse e kam atë pecetën poshtë, Nuk e ke fshirur, thjesht ke mbajtur tabak. Bravo, Talia, Drasën. mos të lëviz. E pastrojmë gjithmonë një ambient i pastër. Tani që hodhe spinaqin, do të jetë më pak minuta në dispozicion, se zbutet kollaj. Marr bim aromatike. Shtoj domaten. E ke kaluar në E kam kaluar në rishse. largoj paksa. Pra domate në grishse të kthyer kështu në pelte, lëm gati dhe tepsin që ta shtrojmë më pas me radhë. Qepa fillimisht, spinaqi dhe domatja. Do të shtojmë edhe koper si bim aromatike. Dhe kjo është një tjetër formë e gatimit të pispilis me perime dhe djath. Bëjmë gati dhe koperin, ja shtojmë në fund fare, sepse spinaqi, qeput e njoma, ka një kombinim shumë të mirë. Imët fare. Nuk e pres imët fare. Ilom, që të zbuten, të bëjmë tani ndërtimin, na kam betur vetëm mielli verdh i mistrit. Tani tek mielli, kemi diku tek 400 gram. 400 grama, afërsisht sa gjysma e paketimit të miellit të verdh të mistrit. E largoj. Edhe pastër, e imët, shifeni, edhe ngjyrën. Të kemi zgjedhur sot këtë miellin e verdh, është dhe varianti tjetër i bardh, i mistrit. Sot na duhet të ketë pak ngjyrë. Diku te 400 gram. Atër po shto me sy. Ta shtoj të gjitha, po ta trazosh një. 400 gram, aq. Ja, një, me sy. Nuk ka rëndësi nëse ju e bëni me miell të bardh,
me miell ballokumesh, absolutisht me miellin e ballokumeve, do dali akoma edhe më kremoze. Kremoze, jo kremoze, sepse kremozitetin e krijon vaj. Vaj dhe qumshi dhe jo masa e ngjeshur shumë. Por do jetë me imët mielli, kaq. Shtoj. Yndyr. Dhe tek yndyra ansoren, që unë mos kem problem të ngelin të hiqet pjesa jo e duhur, jo copa të coptohet. Ja, kjo është. Shtoj. Një pudrosje e lehtë e fundit të tepsisë, kushtuam vajin që të mos ngjis. Dhe se kam shtuar dhe makaronat. Kemi pastë pastaj, Po. Shtoj direkt këtë masë. Pra i përziem bashkë. Jo me shtresa, po Një një përzierje përzierje. me... Më duhet diku të 100 ml vaj. Largoj vajin që kam skuqur, ka urdisur më sakt, dhe shtoj pjesën tjetër diku tek 70 ml. E përziej. Nëse ne shojmë të pjesët e domates, nuk ka nevojë sepse domaten ju mund ta prisni edhe në kubikë. Shtojmë edhe djathin e bardhë. Ja ku u grupuan në këtë formë Ja, perimet, bulmeti, mielli i mistrit dhe vaji për këtë pispilit. Një shplarje të ndryshe nga mirëduarve. pispilit që kemi sjell deri më tani së bashku, do të shohim tani listën e produkteve përbërësve që janë brenda këtij tasi edhe një herë nga fillimi, si vepruam dhe çfarë shtuam aty për këtë pispili me perime, me spinaq, me qep të njoma, me koper, me domate. Regjia na tregon listën e produkteve dhe ju ndërkohë i shënoni. Jo, është tjetër recetë. Kjo, jo djathin e furrës, mos na zbuloni të gjitha sekretet juve të regjisë. Jo, ato mirë e kanë sepse nuk duan të na lodhin sepse kjo është receta e 2 direkt. Që kështu ju e keni shumë mirë. Mendojnë për ne. Tjetër, pispili me perime është receta. Po. Pispili me perime, pas kemi një pastë, kemi dhe djathin në furrë, gjithsesi shënojnë dhe produktet e djathit, edhe pse do t'ja rithem edhe rilexoj pak më vonë përsëri recetën. Ja tek e keni pispili me perime dhe me djath. 450-400 gram në varësi të perimeve, miell mistri, 400 gram spinaq, qep të njoma dhe presh së bashku, 2 domate, 2 vezë, 2 gota qumësht, 100 ml vaj, 200 gram djath të bardh, 1 lugë çaji plur pjekës, krip edhe piper, dhe majdanos ose koper përsëri sipas dëshirës. Tani në rastin kur kemi shtuar më tepër spinaq, koperi është një kombinim më i mirë. Janik, pa bravo. Zëvend vetë, sepse është një masë e rrjedhshme, dhe ju e shikni tani në këtë ngjyrat. Kjo është arsyeja kur them kremoze. Duhet të jetë pak më e lëngësht se buka e mistrit apo se brumi i bukës e të tjerë. Me kaq e marr e vendos në furrë me shumë dashuri. Normalisht në furrë para brenda, me një furrë të parangrohur, e pjekim pispilin me perime dhe mendoj që do ta tregojmë dhe pak më vonë pasi të kemi realizuar dhe recetat e tjera. Tani kalojmë tek mesazhi promocional dhe vazhdojmë me recetën e dytë. Që ne nuk lodhemi se e dha regjia, ja ki prandaj. Me djathin, okej. Tani është rasti dhe momenti për të gatuar djathin në furrë. Rikthehemi pas shkëputjes së shkurtër. Vazhdojmë me recetën e djathit që ju e ndoqët edhe në ekran me listën, e ripërsërisi me themi dhe me zë. Një djath furre me perime, cilat janë perimet, pra kemi 250 gram djath të bardh, 200 gram domate të prera në rrath, 4 speca të prera dhe këto në rrath, të ngjyrave të ndryshme, 3 qep
speci jeshil djegës i kryer shumimët, një lugë çaj paprika, një lugë çaj rigon, piper i zi i bluar dhe vaj ulliri për spërkatje. Të mas, pasi ta kemi punuar mirë, do ta vendosim në furrë. Të gjitha perimet do t'jenë në rrath, përveç se specit djegës ose farave të specit, që do t'jenë të imta fare, të shtypura. Dhe të gjitha perimet, pra specat me ngjyra, domatet, qepët, do t'japin shijen e tyre do ta shkarkojnë tek djathi. Tani, tam qepët, specat, djathin, do vendosin në furrë të gjitha, pa i punuar në temperaturë më përpara, direkt në furrë. Shtoj. Tomatet. Edhe specat. O, përlargojmë atutja. Dhe djathin. Do të zbutet, dhe do të piqet, do të marrë atë shtresën e sipër me krokante, dhe do t'jetë i but brënda. Pra, si që shikoni, nuk shtoj krip të perime. Edhe një copës tjetër, sepse kjo mbi gjitha, ky është një gatim që më tepër është në meze. Janë ato meze që duan atë faqoren e rakis, por është një gatim që vjen nga, normalisht, nga mesdheu. Kam Erzat tani. erzat që shtoj, Pra pak rigon, pak piper. pakës fare. Spec djegës dhe vaj. Dhe mbështjellosh apo do ta vendosësh ashtu? Djathin. Pra një djath tjetër. Shtuam djathin e bardhë, tani do t'i shtojmë dhe djath të grirë. Sepse do atë masën e djathit që perimet të bashkohen me djathin, do bëhet ajo ngjitja e Po, elastike. elastike. Po. Këtë e përshëndrojmë edhe tek djathi, po edhe të perimet, pra këtë masën e djathit të grirë. Sërisht. Qepët. Të gjithë masën. Bëj një hapje të lehtë. Shtoj masën e domateve. Përqendrimi Djathi të është mos na digjet, po. gjithmonë, ja, në anësore. Ja, edhe specat e dyta. Specat. Në këtë rast, kemi vendosur 2 shtresa me perime. Shtresën e parë, bëhet një njësoj, masë, djathrat në mes dhe shtresa e dytë me perime, gjithmonë duke menduar që niveli do të bjerë nga pjekja. Lëngjet e tyre do të thahen Të masën e djathit. dhe shia do të mbetet në tigan, në tavë.
e pak Pastaj duart. për ta shoqëruar, për të vendosur, për ta konsumuar kështu siç është, ose nëse ato do të zbuten, do të bëjmë një trazim të mirë, mund t'ja shtojmë një paste, mund të jetë një shoqërim shumë i veçantë i tryezave, por edhe më vete siç është, si recetë më vete e lehtë. Normalisht do marr letër pjekje, më falni. Do ta mbulojmë me letrën alumini apo me letrën e pjekjes, në mënyrë që të mos digjet shtresa e sipër me djathit apo e perimeve, sepse na duhet që të qëndrojnë të buta dhe të mbajnë ato vlerat e tyre në brendësi. Në fund fare, kur unë kam atë pjekjen e duhur, unë do t'i shtoj dhe djathin e grirë. E kaloj në furr. E vendosim në furr për të pjekur së bashku dhe një recetën. 2 tava u vendosën në furr, pispilia me perime dhe djathi furrës po me perime të ndryshme. Ja tek e keni recetën për ta shkruar djath furre me perime. Ju duhet djath i bardh, ju duhet domate, speca, qep, të cilat i prisni në feta rumbullake. Një lugë çaji paprika, rigon, piper i zi, bluar, specin djegës mos e harroni dhe vaj ulliri për spërkatje dhe për shije. Kjo ishte receta e dytë, pas pispilis me perime me miell misri që vendosëm në furr për të pjekur, ne do të sistemojmë pak tryezën dhe do të rikthehemi pas reklamave për recetën e tretë si gjithmonë. Ju presim. Mirë se erdhët në pjesën e fundit, këtu në hapësirën tonë të gatimit, kemi përgatitur 2 receta për anvisat që sapo ju bashkuan ekranit të Report Televizion, kemi nisur me një pispili me perime, me spinaq, qep, domate, është duke u pjekur, ndërkohë kemi vazhduar me djathin në furr po me perime me ngjyra, tani është koha për një pastë. Një pastë të shpejt, një pastë cilësore, të shishme, al dente, që tretet lehtë. Dhe si ndodh kjo? Kjo ndodh. Me çfarë ta gatuajmë sot pastën tonë? Ola, pene kemi sot. Mjafton që të kemi penet e Olës, edhe ndodh mrekullia në stomak, por është që nuk ngjit. Është një pastë, një makarona, se ne i themi makarona, që nuk ngjit. Nuk ka nevojë që ne të shtojmë as kripën as vajin, që mos e ngjisim me njëra tjetrën. Ja, edhe unë, shiko, ja, kjo është. Ti ke bërë zjerjen, gjithmonë këshilla për gatimin e pastës Ola dhe në fakt çdo pastë që ju keni është që ajo të ziejë në minutazhin e përshkruar në paketim, në minutazhin minimal të përshkruar në paketim, për një tretje më të lehtë dhe për një shije më al dente. Pse pasta Ola, derisa të bëhet gati shoqërusja e pastave me të shohim pastaj se me çfarë mënyre ta gatuajmë sot pasta, se ka pafund mënyra për përgatitjen e tyre dhe ne kemi treguar dhe kemi sjell shumë modele dhe shumë variante të gatimit. Pse kemi zgjedhur pastën Ola? Pse kjo pastë është në tryezën tonë dhe sugjerohet për ju? Do t'ju tregoj disa tipare shumë interesante, pikat më të forta të këtij produkti. E para, pasta Ola prodhohet me një grur granoduro, që është një nga që zgjidhet pikërisht për të ruajtur strukturën, elasticitetin, shijen, dhe ky lloj mielli zgjidhet edhe për këto pastat makaronat premium. E dyta është fakti që është e vetmja pastë, e vetmja makaron në treg me certifikimin halal, duke garantuar standarde të larta transparencë dhe zgjidhje të besueshme për çdo konsumator. Tjetra është fakti që për prodhimin e kësaj paste ndiqet një traditë e hershme 130 vjeçare e mjeshtrave italianë, sipas mënyrës, teknikës dhe përpunimit të tyre. Si ata e prodhojnë pastën, siç janë pastat më të njohura në botë, kështu që këtë teknikë ka zgjedhur edhe Ola për ta prodhuar. E treta është shtrirja e makaronave në pllakën e bronzit dhe kjo krijon atë strukturën e ashpër që pasta të ngjitet mirë me salcën shoqëruese dhe të ruaj strukturën e saj. Ka dhe shumë të tjera, po tani po ja lëm vendin gatimit. Tjetra mund të jetë pastaj tharja ngadalë, që dhe kjo lidhet me strukturën dhe elasticitetin, apo mënyrën se si pasta pastaj do të gatuhet, esikatura tradicionale që nuk kuptohet ndryshe. Ndaj duhet të dim diçka më tepër rreth mënyrën se si pasta makarona prodhohet, pastaj ta gatuem atë në tryezat tona, apo jo. Sot me çfarë ta përgatitesh? Pra, marr prosciuton. Faktikisht për të pasur, jo vetëm sepse çdo paketim i makaronave ka dhe produktet e veta. Po. Ka dhe produktet e veta. Tu duhet prosciut. Prosciut koto është gjëja më e mirë.
është djathi që duhet ai djathi i grirë, dhe kur ne themi te makaronat që është ai procesi i tharjes, normalisht dhe te prosciuta është procesi i tharjes, ë? Tek djathi vërtet ne shtojmë krip për ta mirëmbajtur djathin, por është në thojza edhe tharja e djathit. Pra të gjitha kanë një rol. Po duhet kripa. Patjetër, thelpit e hudrës nuk i shtoj në vaj, thelpit e hudrës, që të marri aromë vaj, por i lë që t'i grimsoj më pas. Direkt unë marë prosciutën, vetë prosciuta nuk shtova gjalp, si që patë, nuk shtova gjalp, sepse mua nuk më duhet. Unë kam panën, kam edhe djathin e grirë. E lë derisa të filloj Lëshoj atë aromën karakteristike. I vendos kapakun. Kam lënë ujin e makaronave, që jep atë trashjen dhe kremozitetin që nuk e bë vetëm pana dhe djathi. Marr thelpit e hudrës. Unë kam vendosur një pako. Një pako, kur përshkrimi është në paketim 9 deri në 10 minuta, ne do ta azijmë për 9 minuta. Pra, në minutazhin më të ulët që ka në paketim, që shija të jetë al dente, të ketë një tretje më të lehtë, sepse pastaj do kaloj edhe këtë kjo pjesa e salsës, atë 1 minutë që ne lëm aty, për të mos i tejkaluar kohën e zgjedhjes. Derisa të thekrohet. Tek pana, shtoj pak nga uji makaronave. Arë myshk, arë moskat, arë kozani. Pa tjetër që ndrojmë pak vëndet, e pispilis dhe bujurdin e qëjmë sipër. Dhe të bërë, besoj, do të lëmë të kulloj pak. Bujurdin e vendosim sipër. Pakës fare, krip. Uj ka krip, uj makaronave. Po lë pak poshtë që edhe të kullojë dhe ta servirim siç duhet. Të dyja ishin në procesin e fundit dhe vinte një aromë shumë e mirë aty. Shtoj panën. E ndihmoj sërish me lëngun e makaronave. Derisa bëj një shplarje të duhur. Dhe duhet i lëmë dhe pak që të filloj të bëhet një masë më kremoze aty, homogjene, për t'ja bashkuar pastën. Thelpit e 2 hudrave. Marr bim aromatike që më duhen vërtet të prera imat. Te kjo përzierje, pra bim si që janë majdanozi apo koperi, i zbuta të shijen që mund t'jetë aty tek tigani me hudhrën, me Nëse ju baconin, për do keni dëshirë vërtet që në shtëpi të jeni një shef i duhur dhe për të bërë pak përshtypje, kur të merrni dhe të prisni, e mblidhni produktin me duar të gjithë dhe thika, shiko, thika duhet kaloj këtu. Asnjëherë nuk do keni problem, shiko, asnjëherë nuk do keni problem për prerjen e gishtrimve. Do të shtoj majdanozin.
Patjetër do të shtoj dhe pak djath. Dhe ja shton atë kremozitetin, këtë djathi. Do të marr shtojmë edhe makaronat, pene, të parazjera, paralelisht, jo vetëm pak minuta më parë kishim zier, derisa u kthyem, që të ishin gati. Pra, unë do të shtoj mas aj sa më duhet mua këtu që kam. Po. Faleminderit, Niki. Ja. Do ullë nxehtësinë. E do t'i servirim në një pjatancë. Armyshk. Në prekje specdjeksi. Shtoj masën e djathit. Ja, e kemi këtu, ose Ja. djathin tjetër, të gririmët, të grirë rende. Pak zvaj për t'i dhënë atë shkëlqimin e duhur. Dhe ja, pasta është gati për 10 minuta. Sa kohë do edhe... Pastat duhet të kenë lëng. Po. Kaq lëng. Pra në total, ky gatim të merr 10 minuta kohë. Sa kohë zjen makarona në tenxhere, ju përgatisni pjesën e salcës dhe pastaj shihet ndizen. Djathin në fund fare, një pudrosi, një spërkati e tillë dhe sjellim të gjitha gatimet që u përgatitën sot nga ora 9 deri në këtë moment që ne po flasim, do të jenë në tryez, pispilia, djathi me perime dhe makarona të tilla. E lexojmë një herë produktet, i vendosim te siç thua se kemi pak për mund manako dhe kemi pastër dhe duket më qartë për anvisat tona. Pra, makaronat që përgatitëm, i shohim pak së bashku, çfarë kishim, pene me pana dhe prosciutto. 400 gram makarona, pene. 200 gram prosciutto, pana e freskët 250 gram, 50 gram djath parmigiano, një selp i hudhër, vaj ulliri ekstra i virgjër, majdanos sipas dëshirës, krip, piper i zi dhe armyshk. Këto janë produktet apo përbërësit që ne u deshëm për përgatitjen e makaronave të sot me pene nga Ola. Kemi sjell në tryez edhe pispilin me perime, që shiheni pak, veç shiheni ngjyrën, edhe pjekjen, kakulluar, ka marrë një ngjyrë të kuqëremtë ashtu siç duhet dhe është gati për ta shijuar. Për ta shijuar me një pjatë kos do shkonte shumë mirë, me vallë do shkonte shumë mirë. Ja edhe tava tjetër. Me bujurdin shkon shumë mirë. Sigurisht. Sepse në përgjithësi gatimet ne i kalojmë me një koncept për shembull. Aty janë pastat që nuk shkojnë me njëra tjetrën, po pasta mund të shkojnë me bujurdin. Po sigurisht. Atëherë. Praktikisht kemi sjell 3 ditë të drekave tuaja. Një ditë pispilin, një ditë bujurdin, siç e thotë Helbana, një ditë pastën, shpeshherë supat, këto supat krem që i kemi sugjeruar her pas here, që mos mungojnë te dreka juaj. Dhe shpresojmë që t'ju kemë pëlqyer recetat për ditën e sotme, të cilat sigurisht do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, kanali zyrtar Reze Dielli, klikoni për më shumë receta dhe aty janë dhe me mënyrën e përgatitjes. Të lumshin duart. E gjithë kjo masë mbulohet siç duhet dhe e vendosim në furrë për pak minuta. Po, sa të tretet të shkrihet, Po, fundja edhe këtë e lëkshu se nuk është një problem i madh. Fare. Mirë. Ne përfunduam me recetat e sotme, do takohemi pas fleshit informativ, jemi me Altin Jokën pas pak. Mirë se erdhët në Reze Dielli, do të diskutojmë sot me Altin Jokën për ankthin, po duke e parë atë jo vetëm si një problem psikologjik, por edhe si një problem të mungesës së lëndëve dhe nutrientëve ushqyes për trurin dhe për trupin tonë. Fillimisht përshëndetem me të. Faleminderit Altin. Faleminderit për ftesën, përshëndes juve dhe gjithë teleshikuesit. Është folur shpesh për ankthin dhe nuk është një problem që nuk është evident dhe aktual në vendin tonë dhe kudo në mbar botën. Por duke e parë ankthin tashmë jo vetëm si një problem psikologjik që lidhet me rrethana të ndryshme, por duke e parë atë si mungesë të lëndëve ushqyese. Si do ta
perfrazonit ju ankthin dhe mungesën e fshehtë të lëndëve ushqyese për cilat ne nuk flasim shpesh? Kur flasim ankthin, ne nuk duhet të shkëputemi nga nervozizmi, nga lodhja mendore, nga problemet e tjera, pra mjegulla mendore, nga problemet psikologjike të tjera. Faktikisht ne kemi një keqkuptim, një nga keqkuptimet më të mëdha në kohën tonë është kjo, që ne qoftë specialist fushës profesionale, mjek dhe psikolog, e fusin dhe shpesh i çojnë njerëzit në një rrugë të gabuar duke menduar që ushqimi është ndoshta ose elementi biokimik nga më të dobtët. Por faktikisht, i gjithë kjo që ne quajmë ankth, nervozizëm, mjergull mendore, lodhje mendore, pagjumësi, humbje të motivimit e tjera, po dhe depresion, ne i fusim të gjithë në një kornizë ose në një kuti, po themi, psikologjike që themi truri nuk është mirë psikologjikisht, por truri nuk funksionon thjesht me mendime. Truri së pari funksionon në bazë të një biokimie. Sepse truri është organi më i uritur i trupit tonë për nivel energjie. 25% e energjisë të gjithë trupit tonë kalon te truri. Pjesa më e madhe e vitaminave B, pjesa më e madhe e mineraleve kyçe, acidet yndyrore esenciale, aminoacidet specifike që të rregullojnë problemet e neurotransmetuesve. Këto janë kryesore, prandaj truri është biokimik. Pa këto nuk mund të krijohet as dopamina, as acetilkolina, cila është ajo që na jep qartësi mendore, nuk mund të krijohet as serotonina në zorën tonë për t'i dhënë një impuls gjithë sajt. Kështu që e gjithë kjo situatë që mund të themi, për shembull tek mjergulla mendore, ne e dim shumë mirë që mangësia e mungesës të yndyrnave të shëndetshme dhe vitaminës B është thelbësore. Tek ankthi më shpesh është mungesa e magnezit. Te nervozizmi është hekuri dhe kompleksi vitaminave B. Te lodhja mendore është mitokondrit, qelizat kryesore në mitokondrit të cilët ne nuk marrim nivel të energjie. Zora, nuk mund të prodhohet serotonina pa zorën. Truri dhe zora komunikojnë jashtëzakonisht me njëri tjetrin. Në ana tjetër, konsumimi i karbohidrateve të thjeshta apo të shpejta e përkeqësojnë situatën, duke futur këtu dhe sheqernat. Dhe në një moment caktuar përveç rritjes së glicemisë, rritet pra niveli i insulinës ku ne fusim këto karbohidrate dhe bien për një farë kohe. Pra merr një bum truri në pjesën e parë. Dhe në momentin kryesor, kur bie kjo, fillon një panik biokimik. Dhe kjo do na sjellë më pas ankthin, lidhjet, nervozizmin e të tjerat. Qartë. Altin, atëherë nëse do t'i ndanim ato lëndët ushqyese ose cilët do të veçonim si lëndë ushqyese kyçe, 5 për shembull më kyçe që ushqejnë trurin tonë dhe që janë bazë për trupin dhe për të mos patur këto probleme që lidhen me ankthin, nervozizmin apo mjergullën mendore. Atëherë kur ne flasim për problemet e shëndetit mendor, ne kujtojmë se çdo gjë është vetëm psikologjike, është trauma nga e ardhmja, është emocione, është mendime. Por truri nuk funksionon kështu. Është një pjesë, psikologjia është njëra anë dhe pjesa tjetër është biologji. Dhe në qoftë se truri do ketë mangësi të mineraleve, vitaminave, të aminoacideve, të oksigjenit, të nivelit të glukozës të marrë, atëherë do kemi shumë probleme. Në qoftë se këto mungojnë, do jenë baza ose janë lëndët kyçe reale që truri nuk funksionon mirë. Dhe kush mund të jenë këto? Një nga të parat është magnezi, që ne quajmë frena e sistemit nervor. Sepse ai truri në momentin që kalon disa problematika, kalon në një eksitim nervor ose në një hipereksitim. Dhe është prodhimi i gabës, pra i qetësuesit natyral të trurit, dhe magnezi është shtysi kryesor. Në rast se kemi mungesë të magnezit, ankthi, tensioni brendshëm, pagjusia, problemet nervore, të dridhjeve, nervozizmi do funksionojnë. Dhe burimet kryesore për ta marrë këtë është për shembull uji mineralit që mund të ketë magnez më të lartë, perimet jeshile, megjithë jeshile, niveli kakaos ose çokoladës së lartë mbi 85% dhe 10% kakao, farat, arat. Në ana tjetër është yndyrnat e shëndetshme siç është omega 3 ose po që merren nga vajrat ose nga peshku apo nga vaji i peshkut, e cila jep strukturën fizike të trurit. Mungesa e mosmarrjes së kësaj yndyre sjell jo vetëm mjergull mendore dhe depresion, por sjell në përgjithësi vështirësi në përqendrim dhe ares, por dhe debulesë, sepse është kjo lloj yndyre shëndetshme që ndërton gjithë pjesën e membranave të neuroneve që ndihmojnë në komunikimin nervor midis njëra tjetrës.
Dhe nëse ne nuk konsumojmë peshqit, sidomos peshkun e vegël, sardela apo skumri e të tjerat, vajin e peshkut nëse kemi mundësi, farat e lirit e të tjerat, atëherë do kemi një problem në tru. Në ana tjetër është kompleksi vitaminave B, sidomos B1, B6, B9 dhe 12. Sepse kompleksi vitaminave B quhet kabulla elektrike e trurit që bën gjithë transmetimin energjik në trurin tonë. B9 dhe B12 sjellin energji nervore ose maksin e tyre dhe formimin e mielinës, e cila është një element mbështjellës i gjithë tyre telave të kabllove që mos krijojnë maks. B6 është baza kryesore e prodhimit të serotoninës dhe melatoninës. Pa B6 nuk mund të prodhohet serotonin, sado ne të ushqemi mirë. Pa B1 nuk do kemi stabilitet fetër ose stabilitet nervor. Elementi tjetër është hekuri, feritina, e cila bën transportimin e oksigjenit në tru dhe në gjithë pjesët e tjera të indeve tona, por dhe pjesë të tjera të mineraleve. Dhe nëse një tru nuk fuqizohet mirë dhe nuk merr nivelin e oksigjenit që duhet, atëherë do kemi një lodhje më të mendore, rrafje të zemrës më të shpeshta, do kemi aritmi, do kemi një irritim, do kemi një hares, do kemi një debulesë. Dhe burimi kryesor e dim që janë mëlçit, mishi, vezët, perimet jeshile edhe elemente të tjera të bishtajoreve. Nëse nuk marrim vitaminën D dhe kemi mangut, rregullatori bazë një humori të receptorëve mendor. Pra, të gjithë nervave, receptorët janë të lidhur nga rregullimi i vitaminës D. Kjo lidhet direkt me gjërat, me atë elementet e humorit, me receptorin e humorit në trurin tonë. Dhe mungesa e tyre do na sjellë ankth, trishtim, lodhje mendore edhe depresion. Element tjetër është zink, i cili mund të themi që është një nga balancuesit më të mirë të sistemit tonë imunitar, të problemeve të stomakut, problemeve të tretjes, por është një balancues shumë i mirë i sinjaleve nervore. Sepse ai rregullon komunikimin midis neurorëve dhe sistemit imunitar. Ai bën lidhje tek këto dyjave. Nëse nuk do kemi zink ose mungesa e zinkut, nuk mundet të riparojmë dot sidomos për qëndrimin e dobët, fokusin, haresën, ankthin dhe nervozisën. Farat e kungullit dhe farat në përgjithësi, vezët, mishi, aroret, bajamet, arat e të tjerë janë burimi kryesor për të marrë zinkun. Nga ana tjetër është kolina, që është lëndë e parë e kujtesës tonë, e cila, pra, pa prodhuar atë acetil kolinën, ne nuk mundet dot të kemi një memorie dhe fokus të mirë. Dhe mjellgu e trurit do rritet. Kjo do na bëjë që të kemi më shumë hares, më shumë vështirësi në përqendrim dhe më shumë pastaj probleme në anën psikologjike. Kjo gjendet tek mëlçia, tek peshku dhe tek verdhat e vezës kryesisht. Kemi aminoacide të tjera siç është tirozina, glicina, triptofani, që gjendet kryesisht triptofani te lëkura e peshkut dhe e mishit që ne sot pothuajse nuk konsumojmë fare. Triptofani është baza kryesore e prodhimit të serotoninës, por ndihmon dhe melatoninën në darkë që të shtohet dhe të kemi një gjumë më të mirë. Tirozina është nga elementet kryesorë që na jep motivimin dhe na shton pjesën e dopaminës që është e lidhur me motivimin. Glicina na bën që gjumi jon të jetë më i thellë dhe mos zgjohemi natën. Është nga elementet kryesorë të aminoacideve. Sheqernat e mirë ose mund të themi glukoza e shëndetshme që ne mund të marrim, pra sheqerat e mirë që mund të marrim nga frutat, mund të marrim nga këto frutat e thata, nga hurmat arabe, nga fiku, sepse ne shpesh truri jon dhe humori jon lëkundet ku ne kemi mangësi të sheqerit, sepse truri jon kërkon nivele të larta të glukozës dhe do ta marrim në mënyrën sa më të mirë të mundshme, të shëndetshme, jo glukozë të sheqerit pastër. Element tjetër është shëndeti i zorëve. Nëse kemi disbiozë, nëse kemi probleme në zor, nëse kemi probleme inflamatore në zor, që nga SIBO, që nga sëmundja krone të tjerë apo IBS-n, atëherë prodhimi i serotoninës nuk mund të ndodhi, se 90% e serotoninës prodhohet në zor. Kështu që lidhet direkt kjo disbiozë dhe kjo mosprodhimi i serotoninës me mjergullin, trishtimin, ankthin dhe shqetësimet e tjera. Pra, mund të themi që shëndeti mendor nuk është thjesht diçka uri qelizore, me sa po kuptojmë, vetëm një problem psikologjik. Është diçka që është e lidhur, është qelizore, është e lidhur me, ose më saktë fillon tek ushqimi jon, fillon tek tavolina jon, fillon tek pjata jon, fillon në zor, fillon në gjak.
vazhdon në qeliz dhe pastaj na jep atë që ne shikojmë në fund fare. Sigurisht, pa na shkaluar patjetër problemet sociale, stresi e me radhë lodhjet, problemet mendore në kuptimin që lidhen me faktorë të jashtëm social, psikologjik, problemet në familje, po flasim për anën tjetër, siç e shohim ne sot, ankthin, pra si mungesë e lëndëve ushqyese. Altin, një person i cili ka ankth të vazhdueshëm dhe lodhje mendore, cilat janë ato analiza që ju do t'i rekomandonit të shkonte t'i bënte? Atëre duhet të kuptojmë, ne nuk kemi analiza të përcaktuara apo të qarta që mund të na përcaktojnë ankthin. Nuk ka analiza që e kapin as ankthin, as depresionin. Depresioni kapet vetëm në rastin e një psikologu psikiatri apo një psikologu klinik. Por nga ana tjetër, për të kuptuar se kush janë problemi tereni biologjik i dëmtuar, sepse ne kemi teren biologjik të dëmtuar në këtë rast, atëre patjetër ne duhet të bëjmë disa analiza. Sepse këto analiza do na masin terenin që ne jemi të predispozuar, sepse faktet e mungesës së lëndëve ushqyese që ne neglizhojmë janë baza kryesore që kemi haritur atje. Dhe nuk mund ta rregullojë dot këtë asnjë psikolog, asnjë psikiatër. Duhet bërë një hemogram, sidomos kryesorja për mendimin tim është anemia dhe ferritina. Duhet bërë elementi vitaminës B12, B9, por edhe B1 dhe B6 nëse kemi mundësi, sepse ato japin shpesh lodhje, nervozizëm, trishtim, mpirje gjymtyrësh, ndërsa për shembull hekurin e dim shumë që na jep ato rrafjet e aritmisë së zemrës, na jep ankth, lodhje mendore, hares, kujtesën, pra na i jep hekuri. Vitaminën D duhet ta bëjmë patjetër sepse na jep shumë trishtim, ankth dhe depresion, por dhe pagjumësi shumë të larta. Po dhe inflamacion në sistemin tonë përgjithshëm. Duhet bëjmë një analizë të tiroidës, të shikojmë gjendjen e tiroidës, sepse ne dim shumë mirë që destabilizimi i sistemit endokrin jep lodhje mendore dhe jep shqetësime të ankthit dhe sidomos ndryshime të humorit. Nga ana tjetër duhet matur magnezi, që është i vështirë të matet, po të keni një orientim, sepse ai është i lidhur shumë me tensionin nervor dhe me problemet mendore, dhe është kryesorja. Glukoza, sidomos glukoza dhe e esëll dhe hemoglobina glukozuar, pra HbA1c-ja, e cila është kryesore për të shikuar nga vjen nga kjo ose jo. Edhe po të ketë mundësi dhe CRP-ja, pra problemi për të shikuar inflamacion. Po bë dhe një analizë mikrobiomës për intoleranca ushqimore ose kalprotektinin e të tjerë, është akoma më mirë. Absolutisht. Dhe këshillat të tjera që lidhen pastaj me aspektin jashtëm krahas biokimisë, pra krahas kësaj mungesës së lëndëve ushqyese, do doja të dija dhe të merrja një këshill prej jush për ato që vuajnë sot nga ankthi dhe nuk janë të pakta, apo jo? Po. Përveç analizave, përveç ushqimit që duhet të rregullohet, sepse ka njerëz Altin që kurohen me ilaçe për ankthin, ja ka dhënë mjeku psikiatër, por pa ditur që ka dhe lëndë të tjera ushqyese mungesa në trupin e tij. Ankthi faktikisht është një alarm për trupin tonë. Dhe ankthi vjen nga shqetësimi ose nga meraku, është baza kryesore. Por pra është një eksitim binormale në trup, pra është një hipereksitim, siç e thash. Magnezi që është frena kryesore, po të mungohet, ky do rritet ky eksitim. B6 është faktori kryesor që na qetëson, se prodhon gamma acidon butyrik, pra aminobutyrik acidin, që quhet GABA. Në ana tjetër, mungesa e yndyrnave të shëndetshme na bën një klik te aspekti i ashpërsisë mendore. Nervat tona rriten. Kur kemi nivel të ulët të hekurit, na rritet niveli i tensionit, pra tensionit dhe ankthit tonë. Nga aspekti tjetër, lodhja mendore është mungesë e vitaminës B12, B9 dhe B1, sepse ato e mbajnë metabolizmin nervor dhe forcojnë atë mielinën që tham dhe izolimin e nervave. Në ana tjetër është qelljeta. Mungesa e qelljetës është kritik, që është baza kryesore e baterive tona. Po ashtu problemet me tiroiden e të tjerat. Nervozizmi vjen nga problemi i sheqerit të lartë në gjak, nga mungesa e zinkut, nga inflamacioni në zor kryesisht, edhe inflamacionet e tjera, pra shenjat dalluese të nervozizmit, kur ne kuptojmë që jemi të uritur, duam më shumë ushqim, kemi dridhje, nëse ne konsumojmë sheqer, atëherë këto janë arsyet kryesore që mund të kemi. Atëherë aspektin e gjumit, aspekti i gjumit është qetësimi, është shtylla kryesore, dy shtylla, shqetësimi nervor dhe prodhimi melatoninës, pra nëse ne kemi shqetësim të gjumi.
është mungesa e B6-s dhe e magnezit, e triptofanit dhe vitaminës D. Ky ka probleme shumë dhe pastaj qëndrimi shumë jashtë ose nëpërmjet ekraneve, televizorit dhe elementeve të tjerë. Po, përpara se të kalojmë në publicitet. Tani, patjetër që rastet në kohët moderne që jetojmë janë shtuar të problemeve me ankthin apo problemeve të tjera me shëndetin mendor, gjë që nuk ka ekzistuar kohë më përpara. Ne lidhim këtë me stresin, me izolimin social, teknologjinë e shumë faktorë të tjerë të jetës moderne. Por e lidhim sigurisht dhe me mungesën e lëndëve ushqyese. A mos vallë ushqimet që ne konsumojmë janë në deficient të këtyre lëndëve ushqyese, gjë që nuk ka ekzistuar më parë dhe kjo është dhe një faktor që ankthi është në rritje, në shtim? Kjo është justifikim, në njëra anë është e vërtet, sepse vërtet rreth 25 deri në 50-60% të disa lëndëve ushqyese kryesore nga toka tona nuk ekzistojnë më, pra kanë nihur, janë të varfëruar. Por kjo nuk do të thotë në ana tjetër që njerëzit konsumojnë më tepër karbohidrate të thjeshta, më shumë ushqime të rafinuara, më shumë të paketuara, më shumë pije me gaz, më shumë pije energjike, më shumë kafe, më shumë duhan, më shumë alkool, më shumë të rinë nëpër celular dhe në mjetet e tjera, të jenë më shumë interaktiv, pra mos kenë aktivitet të ditës, mos dalin më shumë në natyrë të marrin vitem, po nuk kanë të justifikueshme. E justifikueshme është kjo, po kjo është vetëm një pjesë. Pra ne justifikohemi duke thënë, janë mangësi këto, prandaj kemi këto. Jo. Nga ana tjetër, çfarë ndodh tek njerëzit? Nuk ka kurim për ankthin nëpërmjet ilaçeve. Duhet ta di njerëzit, nuk ka ilaçe për ankthin, sepse nuk është kuruar. Ne më shumë do sillim dëme duke konsumuar, sepse dhe ilaçet në fund fare, çfarë do sillin? Do na sillin përgjumje, do na sillin marramendje, ulje të kujtesës dhe në fund fare truri do mësohet me to dhe do kemi nevojë më shumë për to. Kështu që do jemi të varësuar. Pra nuk zgjidhet nëpërmjet ilaçeve. Në radhë parë do të kuptojmë a na mungojnë lëndët bazë. Por fillimisht është ajo që thatë ju, duhet të heqim të gjitha ushqimet e përpunuara, gjithë ushqimet e këqija që ndikojnë negativisht në jetën tonë, në trupin tonë, në inflamacionin tonë, që mos i japim shkak që të bllokojmë të gjithë receptorët dhe mos prodhimin qoftë të serotoninës, qoftë të dopaminës, qoftë problemin e rritjes të adrenalinës që kemi shumë herë më të lartë sot, qoftë mos marrjen e antioksidantëve dhe kompleksin e vitaminës B apo dhe mineralet. Pra duhet të heqim këto si element. Pastaj të merremi me elemente të tjerë të faktorëve të tjerë. Qartë. Mirë, Altin, do të kalojmë në hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi për të vazhduar bisedën. Mirë, të rikëthyet, vazhdojmë të jemi me Altin Jokën, kam edhe një pyetje të fundit për t'i drejtuar dhe për të marrë përgjigje prej tij. Përshëndetje edhe njëherë Altin, po flisnim për mungesat ushqyese që lidhen pas së drejtë për së drejti me probleme të tilla të ankthit, lodhjes, mjegullës mendore, po do doja të dija tani se cilat grupe janë më të rrezikuara për sa i takon këtyre mungesave që ndikojnë në shëndetin mendor, gratë, adoleshentët, të moshuarit apo persona të cilët mbajnë këto dietat drastike. Më të rrezikuara si grupe janë gratë, 2 fish më shumë se sa burrat, sepse kanë mungesë më të lartë të hekurit dhe ferritin më të ulët, kanë mungesë gjithmonë më të ulët të magnezit edhe për arsye të stresit hormonal, problemeve të ciklit, probleme të situatave të cilët kalojnë në jetë, kanë një mungesë më të lartë vitaminës B6 dhe B12. Kanë dhe ato problemet e lëndëve ushqyese, po sidomos lëkundjeve hormonale që ato kanë. Dhe patjetër që ato janë më të shprehura ose predispozuar për drejt lodhjes mendore, nervozizmit, akthit dhe kanë një botë emocionale edhe më të madhe se sa burrat. E dyta janë adoleshentët, të cilët kanë një rritje shumë herë më të madhe, edhe për arsye të lëndëve, por edhe dieta që është rezultative këtu, por edhe për problemet e funksioneve në shoqëri dhe aspekteve sociale. Pastaj vijnë të moshuarit, grup mosha e tretë, po themi, sepse përthitja e gjithë lëndëve ushqyese është më e dobët, kanë medikamente gjatë jetës së tyre, kanë kaluar shumë inflamacione në jetë, kanë pasur edhe kanë dhe probleme pasaj sociale, të largimit, të vetmisë, të sëmundjeve, dhe të gjitha këto pasaj janë të lidhur dhe plus që ka një dietë, nëse kemi grupmoshën më të gabuar në ushqimet tona, kemi adoleshentët dhe grupmoshën e tretë, të cilët konsumojnë janë jashtë fare funksionit të tyre biologjik si janë ushqyer të parët tanë në moshën e tyre. Pra, kjo është lidhja që ne po i bëjmë tani ankthit këtyre problemeve që sjell bashkë me mungesat ushqyese. Por ndonjëherë njerëzit mendojnë që këto ushqimet që po na serviren në ditët e sotme nuk janë dhe aq të pasura me këto lëndë ushqyese, ndoshta edhe prandaj kemi dhe deficienca. Sa e mbështesni ju këtë? Po, është e vërtet. Kemi 25 deri në 40-50% të rënjes së lëndëve minerale kudo. Dhe po ashtu dhe të vitaminave duke u marrë nga toka apo nga produktet e pastra çfarë kanë marrë të para ta.
Po nga ana tjetër ne pastaj kemi shtuar shumë problemet e konsumimit të lartë të sheqerit, kjo nuk na justifikon problemin vetëm të vitaminave. Ne kemi shtuar shumë sheqerin, kemi shtuar shumë kripën, karbohidratet, ushtojmë më shumë ushqim, kemi më pak lëvizje, nuk kemi të lidhur, sidomos të rinjt. Të rinjt është nga problemet më kryesore të përhapjes së tyre. Të rinjt sot për shembull po jetojnë në një ambient shumë armiqësor. Pra flasim adoleshentë të rinjt, kur truri i tyre nuk performohet si të parëve tanë. Nuk ka ekzistuar kur në historinë njerëzore formimi i formuar ose formimi i trurit në këtë lloj gjendje. Jemi në një krizë psikologjike të rinjt. Është një ambient modern i rritur i cili bie ndesh me gjithë biologjinë historike njerëzore. Dhe shkaqet edhe tek të rinjt, nëse do më lësh të flas pak për të problemet, nga shkaqet kryesore është neuroinflamacioni kronik nga ushqimi modern, të cilët kanë dëmtuar totalisht mikrobiomën, mënyrën se si hanë, kanë rritur nivelin e citokinave inflamatore, kanë rritur nivelin e kaosit në mendjen e tyre. Nga ana tjetër kanë ulur nivelin shumë të serotoninës. Në ana tjetër përsëri kanë problemin e shtimit të dopaminës artificiale. Ata dopamin artificiale të rinë sot shikojnë telefonin dhe rrjetet sociale. Nuk shikojnë më ushqimin, shikojnë TikTok, Instagram etj. Shikojnë më shumë pornografi, shikojnë më shumë dhunë. Asgjë nuk po i jep më kënaqësi këtyre, sepse kjo dopamin nuk është natyrale. Nuk ka dopamin natyrale të krijuar në këtë lloj mënyre të t'japi kënaqësi. Nuk ka si kënaqësi nga rrjeti social. Nuk ka fare kënaqësi nga këto që ne po marrim sot. Dhe patjetër të shohim një depresion funksional. Nga ana tjetër është mungesa shumë e lartë e vitaminës D të rinjtë sotëm, sepse jetojnë më shumë brenda në kondicioner, rinë në vende shumë të mbyllura. Plejnë vonë dhe nuk po marrin nivelin e prodhimit të melatoninës. Melatonina po na prodhohet, ritmi cirkadian është destabilizuar, po ashtu zgjohen vonë. Dhe nga ana tjetër kemi pagjumësi kronike, dritat blu që ne kemi, dritat e hapura, shikimi tek ekrani që ne marrim, të gjitha këto na sjellin një lodhje kronike të prershme. Nga ana tjetër, gjithë kjo mungesë e këtyre lëndëve që ato nuk marrin ushqimet që duhet të marrin, përveç ai shtojnë karbohidrate, mjedhra, sheqera, bukura, han prosciutto, sufllaqe, pica e të tjera, pipi energjike, pije me gaz, të gjithë destabilizojnë gjithë situatën edhe të disbiozë, pra si në disbiozë në zonën tonë, po sjellin edhe problem të mungesës së lëndëve kryesore minerale apo vitaminave antioksidantëve dhe bazës kryesore, 5 elementëve bazë kryesore të cilët zakonisht kanë rënë deri në 70-75% të shumë të rinj. E ti çfarë do të thotë? Kjo është krizë e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër ne kemi mungesën e lëvizjes të rinjt. Sot të rinjt nuk lëvizin. Unë kam pyetur kaq të rinj të cilët unë kryej konsulta në gjithë botën, mbas një platforme dhe shikoj që të rinjt shqiptarët të huaj nuk kanë më lëvizshmërinë që ne kemi bërë në moshën tonë. Duan gjithë të ikin me makina, me autobuza, të kenë sa më mjete më të mira në ato monopatet, nuk përdoret më bicikleta shumë pak, përveç disa vendeve, për shembull këtu te vendet nordike, vende të tjera, është si kulturë. Tjetër izolimi social. Truri është social në fundit dhe ka nevojë për kontakte reale. Nëse ne kemi kthyer virtualitetin kemi kthyer një farë dopamine artificiale. Dhe pasojat që kemi pagjumësi, mjelgu mendore, depresion, ankthin, mungesë qëllimit dhe motivimit, lodhje kronike, varfëri emocionale, puçra, akne dhe pastaj dëshpërimi. Leximi është një nga arsyet kryesore, të rinjtë sotëm nuk lexojnë më, e kanë shumë lloj probleme. Pra, përfundimisht duhet të them, nëse ne nuk rregullojmë disa tipare të gjithë këtyre elementeve, të heqim antiinflamacionin nga sheqeri, mjedhi, vajrat vegetale, ushqimet e përpunuara dhe të konsumojmë më shumë ushqime të mira. Nëse nuk bëjmë një rikuperim të zorës, nëse nuk marrim vitaminën D dhe dalim më shumë në natyrë, të jemi më shumë të lënë të lidhur me natyrën, të shkëpusim kohë pak nga telefoni, të kemi më shumë lëvizje çdo ditë. Nëse ne nuk marrim bimët, ushqime si bazën kryesore, nëse nuk rregullojmë ritmin cirkadian dhe biologjik, nëse nuk reduktojmë në mënyrë drastike dopaminën artificiale, ashtu që thash më para, atëherë depresioni, ankthi, patjetër prandaj është menduar që në vitin 2035 mendohet që ankthi, sidomos depresioni dhe sëmundjet mendore do jenë numri 1 para gjithë sëmundjeve. Nëse sot vendin e 7-8 do jenë numri 1. Do jenë të gjithë pothuajse sëmur dhe pas tyre do vinë kanceri, ku mendohet që çdo 1 në 3 persona mund të jetë i kapur nga kanceri dhe një nga arsyet janë përsëri të lidhura të gjitha me ushqimin dhe me këtë jetë të cilën ne po e bëjmë jashtë çdo thelbi të historisë. Më së miri dhe një artikull në një nga të përditshmet e njohura botërore ku tregonte më së miri dhe zbërthente që ankthi lind në zor. Pra e ka burimin në zor, tek mënyra se si ne ushqemi, pavarësisht se ka dhe faktorë të tjerë të jashtëm që ju i përmendët.
Po pra, pa marrë gjithë ato element që unë thash, vitaminën B12, B6, B3, B1, pa marrë vajat esencial kryesor, pa marrë nivelet të larta të ushqimit nga ekuri, minerale, antioksidant, pa marrë të gjithë elementet kryesor për të rritur pra triptofanin, për të rritur dopaminën, tirozinën, apo glicinën e tjetër, dhe përveç tyre dhe elementet tjerë të asaj që thamë të ekraneve, të pagjumësisë, lidhje sociale e tjetër, ne nuk do kemi shërim dhe sëmundjet do shtohen dhe nuk është problemi vetëm të ankthi. Problemi është që kjo është një derë për të hapur inflamacionin në trup. Dhe kur hapet inflamacionin në trup, tu do fillojnë problemet e mëlçisë, të obezitetit, probleme pasaj pra të mbipeshës, probleme në mëlçi, do kemi problem në tëmth, do kemi problem në depresion, do kemi problem pasaj në sëmundjet tjera pulmonare që do na zëmë shpejt, pra do kemi ju e shikoni që fëmijët e sotëm po shkojnë 1-2 në për urgjenca sepse janë të gjithë sëmurë nga sistemi imunitar shumë i dobët. Qartë. Faleminderit Altin për të gjitha këshillat që ndam sot me publikun tonë, të uroj ditë të mbarë. Shpresoj të kemi dhënë një informacion bazë për njerëzit dhe unë falenderoj juve dhe gjithë ata që na kanë ndjekur. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.